Dje në ora 10:20 në stacionin policor të Gostivarit, një 43 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar veprën penale mashtrim. Sipas denoncimit, para rreth 4 muajsh, përmes një shoku të tij, ai kishte rënë në kontakt me një person nga Shkupi. Në një takim në Shkup, i denoncuari i kishte premtuar se do të siguronte leje drejtimi patent shoferi pa ju nënshtruar provimit, duke kërkuar për këtë shërbim 1300 euro dhe një kopje të letërnjoftimit. Denoncuesi në disa raste i ka paguar atij një vlerë të përgjithshme prej 1200 eurosh, ndërsa leja e premtuar e drejtimit nuk ju dha. Ai ka kuptuar se është mashtruar, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 10:20 në SPB Tetov, një 67 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se është mashtruar nga një person i gjinisë femërore nga fshati në Gotinë e Pollogut, e cila rejshëm prezantohej si profesoresh universiteti. Denoncuesi gjatë disa rasteve në 3 muajt të kaluar i ka huazuar asaj 3400 euro, sepse gjoja vajza e saj kishte pësuar një aksident trafiku në Francë dhe i nevojiteshin para për kurim. Në ndërkohë ai ka marrë vesh se ajo e kishte mashtruar, pas të cilës e ka denoncuar rastin në polici, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 16:30 në rrugën Kej Vllazërimi në Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në trafikun rrugor Gostivar ka ndaluar një moped me targa të Gostivarit, i cili drejtohej nga një 17 vjeçar nga Gostivari. Gjatë kontrollit është konstatuar se i mituri e drejtonte mjetin pa leje drejtimi, pas së cilës ai është privuar nga liria, ndërsa mopedi është sekuestruar dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në bulevardin Ilinden, pranë sheshit të qytetit Tetov, zyrtar policor në SPB Tetov kanë vërejtur prishje të rendit dhe qetësisë publike me një përleshje fizike mes disa të miturve. Zyrtarët policor kanë ndërhyrë me njëherë dhe i kanë ndarë personat. Në prani të prindërve, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë zhvilluar biseda zyrtare me të miturit, të cilat ishin të moshës 13, 14 dhe 15 vjeç, të gjithë nga Tetova. Pas dokumentimit të plotë të ngjarjes do dorëzohet para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 23:15 në udhkryqjen mes rrugëve Iliria dhe Jani Sandanski në Tetov, zyrtar policor kanë vërejtur një grup më të madh të miturish, të cilët kanë tentuar të përleshen fizikisht me një grup tjetër, por pas ndërhyrjes së zyrtarëve policor ata janë shpërndar, ndërsa janë ndaluar 2 të mitur. Në ndërkohë, një 43 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se edhe nga ana e grupit të miturve, me sende të forta është dëmtuar automjeti i tij udhëtarëve Audi me targat Tetovës, po merren masa për zbardhjen e rastit. Sot në mëngjes në orën 3:57 në SPB Tetov është denoncuar se në rrugën Boris Kidriç në Tetov, pranë një objekti hotelerik, ndodhej një person i gjinisë femërore në gjendje të alivanosur pa ndjenja. Personi është dërguar me automjet të ndihmës së shpejtë mjekësore në Spitalin Klinik të Tetovës, ku është vërtetuar se bëhet fjalë për një 41 vjeçare nga rrethina e Shkupit, e cila ishte në ndikimin e alkoolit. Pasi është dhënë ndihmë mjekësore, ajo ka filluar të sillet në mënyrë agresive ndaj punonjësve dhe pacientëve, pas së cilës është shoqëruar në stacionin policor të Tetovës, ku pas alkool testimit i është matur 1.52 promil alkool në gjak. Pas dokumentimit të rastit ndaj saj do të ngrihet para shtresë përkatëse.